Me sinjalizime të brendshme, por sidomos me nxitjen e partnerëve ndërkombëtar, policia e shtetit ka nisur të godasë rrjetet kriminale të call centerave në Tiranë, rrjetet të cilat u zhvasin 10 miliona euro në muaj qytetarëve evropian përmes mashtrimit. Nuk ka dyshim se celulat deri te organizatat e call centerave me qindra operatorë kanë vepruar gjithnjë në mbrojtje dhe garancinë e segmenteve të caktuara brenda policisë, kundrejt një tarife mujore që vijon nga 5.000 euro deri në 50.000 euro, sipas numrit të operatorëve. Pothuajse të gjithë bosët e padukshëm apo pjesërisht të ekspozuar të call centerave, operatorë të shkathët dhe njerëz të agjencive ligjzbatuese, herë në Z dhe herë me Z të lartë, lakojnë një emër si Nujen Lillse, si mburoi dhe si Tano Karidin e call centerave në policinë e shtetit. Bëhet fjalë për Neritan Nallbatin, njeriu që ka mbijetuar të gjitha lëvizjeve, largimeve dhe ndryshimeve në polici. Neritan Nallbati përflitet si mburoja e perandorisë së mashtrimit me call centera në Tiranë, si dora që fshihet pas goditjeve selektive, intrigave, dekonspirimeve dhe lojës së dyfisht. Nga i diplomuar mësues muzike në Elbasan, Nallbati bëri një kurs plepash në Ministrinë e Brendshme, duke u katapultuar në policinë e shtetit. Pa arsim përkatës dhe pas një lidhje me policinë, por me lidhjet e duhura, Nallbati ka një karrierë sa të errët, aq edhe të pabesueshme në policinë e shtetit, duke tejkaluar edhe simbolet e tradhtisë brenda policisë gjatë qeverisjes së Sali Berishës. Prej më shumë se 3 vitesh që përkon me lulëzimin e call centerave, Neritan Nallbati mban detyrën e drejtorit të departamentit për policinë kriminale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Më herët Neritan Nallbati ka ushtruar funksione në policinë e shtetit si drejtori policisë në Durrës, drejtori departamentit për sigurinë, drejtori policisë Berat, drejtori standardeve profesionale, këshilltari drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtori policisë Fier, drejtori policisë Elbasan, drejtori policisë Vlorë, specialist në policinë e Elbasanit, shef zyre në policinë e Elbasanit, specialist në drejtorinë e policisë kriminale në Ministrinë e Rendit Publik, zëvendës drejtor në drejtorinë e policisë Qarkujt Tiranës, shef komisariati në drejtorinë e policisë Qarkut Tiranë, shefi policisë kriminale Tiranë, specialist i policisë kriminale Tiranë, i akuzuar si protektori rrugëve të kokainës në Fier, Elbasan, Durrës dhe Tiranë, si dora e grupeve kriminale në policinë e shtetit. Nallbati u përjashtua nga policia në vitin 2003 për lidhje me krimin organizuar, por u rikthye shumë shpejt duke vijuar katapultimin në pozicione kyçe. Ka pretendimet se grupe kriminale paguan 7 milion euro për rikthimin e tij në polici, në pozicione drejtuese. Pasuria e deklaruar e Neritan Nallbatit rezulton qindra mijëra euro, ndërsa pasuria e kamufluar dyshohet se ka edhe 10 milion euro. Për të justifikuar shumëfishimin e pasurisë të deklaruar, Nallbati ka dhënë 10 mijëra euro me fajde, vepër penale të cilën e ka deklaruar vetë në ILDKPI. Me gjithë sagën e ngarkesave kriminale, pasurinë e fshehur, paratë me fajde dhe mungesën e arsimit, Neritan Nallbati e kaloi lehtësisht vettingun në polici. Vendimi prej 70 faqesh për konfirmimin e Nallbatit në detyrë është sa qesharak, aq edhe korruptiv, është sa falc, aq edhe kriminal. Vendimin duhet të administrohet nga SPAK si një tjetër provë inkriminuese. Kujtojmë se Neritan Nallbati është në nënhetim nga SPAK, mbështetur në prova që kanë dalë në dosjen Sky ETC, ku vërtetohen lidhjet me eksponent të grupeve kriminale. Madje në muajin gusht 2024, SPAK firmosi urdhër arrestin për të, por urdhri u anulua. Sipas tabulateve të telefonit të dosjes Sky ETC, drejtori i policisë kriminale Neritan Nallbati ka dalë në shumë kontakte me krerë të krimit të organizuar, mes tyre me Ben Qimen e Fierit, Trifonin e Bana King, Talo Çelën, Sokol Sanxhaktarin, bandat Çopja e Çapja në Elbasan e të tjerë. Raportet e agjencive të sigurisë thonë se nga tetori 2013 deri në muajin prill 2015, kur Neritan Nallbati ishte drejtor në Elbasan, kanë dalë huq 28 operacione të policisë antitrafikut forcave Renea e Shqiponja, duke mos arrestuar dot krerë dhe antar bandash në këtë qytet. Ka prova të shumta që vërtetojnë se Neritan Nallbati ka bashkëpunuar me grupet kriminale kur ishte drejtori i policisë Fier, Berat e Durrës, sidomos në Durrës, ku lejoi trafiqet dhe kontrabandën në portin detar. Gjithashtu Neritan Nallbati dyshohet se ka rënë në rrjetin e DEA-s amerikane, duke u kapur në përgjime së bashku me grupin e trafikantëve të kokainës në Frakull të Fierit. Burime konfidenciale bëjnë me dije se Nallbati është kapur duke shkëmbyer telefonata dhe mesazhe me drejtuesit e grupit të Frakullës. Zbardhen të tjera detaje nga afera e mashtruesit izraelito-amerikan të Ramos, Ron Jefet. Prej disa ditësh pamfleti ka publikuar detaje nga një padi kundër tij në SBA, ku rezulton se ai ka zhvatur një biznesmen i afro 8 milion euro, duke përmendur emrin e kryeministit Rama dhe Shqipërinë. Por edhe pse mashtrues, ai në Shqipëri ka marrë miliona euro tender, duke u përfshirë te industria e armëve. Por sot do të shkojmë më tej, po shkojmë te pasuria e Ron Jefet
dhe lidhjet e tij me rrjetet të dyshimta. Në qendër të këtij zinxhiri del Fisher Island, një nga zonat më të shtrenjta dhe më të mbyllura në Florida. Të dhënat publike të pronësisë tregojnë se Ron Jeffet figuron pronari njësisë 19.125 Fisher Island Drive, 19.125B, një pronë rezidenciale në kompleksin Seaside Condo, e bler në vitin 2015. Nga përshkrimet publike të tregut imobiliar, kjo njësi rezulton të jetë rreth 1.600 square feet, ose afërsisht 149 metër katror. Për standardet e zakonshme është një apartament i konsiderueshëm, por në Fisher Island, ku dominon pasuria e nivelit ultra luksoz, shihet si një pronë relativisht modeste, çka e bën edhe më interesant kontrastin me lidhjet e tjera që dalin në të njëjtën zonë. Pikërisht këtu nis pjesa më e ndjeshme e historisë, në një adresë tjetër të po të njëjtit ishull, 7173 Fisher Island Drive. Ron Jeffet nuk del si pronar në emrin e tij personal, por si personi autorizuar në kompaninë Island Fisher Enterprise 18 LLC. Regjistri zyrtar i shtetit të Floridës tregon se kjo kompani është regjistruar më 14 shtator 2020. Ka adresë kryesore pikërisht Fisher Island Drive dhe ka si person të autorizuar Ron Jeffet. Po ashtu në regjistrin zyrtar figuron se kompania ka pasur një amendim më 19 tetor 2020. Pamja bëhet edhe më interesante kur krahasohen këto të dhëna me regjistrat e pronës dhe bazat e të dhënave korporative. Regjistrat publik të pronësisë tregojnë se njësia 7173 Fisher Island Drive figuron në emër të Island Fisher Enterprises LLC, ndërsa platforma kërkimore Corporation Wiki, duke ju referuar të dhënave të shtetit të Floridës, liston si emra kyç të kësaj kompanie Ron Jeffet, ashtu edhe Vakif Arif. Kjo nuk është një provë përfundimtare e një marrëveshjeje të paligjshme, por është një lidhje që meriton vëmendje, sepse e çon historinë përtej pasurisë personale të Jeffet dhe e fut atë në një rrjet më të gjerë emrash me peshë ndërkombëtare. Emri Vakif Arif nuk është periferik. Hetimi The Black Sea, pjesë e projektit Football Leaks, e identifikon Vakif Arif si një nga 4 vëllezërit e familjes Arif, së bashku me Refik Rustem dhe Tevfik Arif, të cilët lidhen me perandorin Dojen dhe me një rrjet të gjerë biznesesh, marrëveshjesh offshore dhe marrëdhëniesh me figura të fuqishme politike e financiare në Turqi, Kazakistan, Europë dhe SBA. Po ky hetim, i cili më pas mbijetoi dhe një betejë gjyqësore në Rumani, e vendos familjen Arif në qendër të një universi ku përzihen sporti, pasuritë e paluajtshme, bizneset energjitike dhe lidhjet me emrat kontrovers nga bota post-sovjetike. Kjo nuk do të thotë se pika e kontaktit midis Ron Jeffet dhe adresës 7173 Fisher Island Drive nuk është thjesht një detaj teknik në një dokument korporativ. Nëse lexohet bashkë me emrin e Vakif Arif, ajo fiton një peshë tjetër, krijon urdhë të drejtë mes Jeffet dhe një familje që është përshkruar nga mediat ndërkombëtare si pjesë e një rrjeti biznesesh me shtrirje globale, me histori të ngarkuar akuzash, hetimesh mediatike dhe marrëdhëniesh të ndërlikuara me pushtetin. Kjo është arsyeja pse kjo adresë nuk shihet thjesht si një pronë luksi në Miami, por si një nyje e mundshme lidhëse në një hartë shumë më të gjerë influencash dhe interesash. Dyshimet shtohen edhe nga konteksti i mëparshëm i emrave që dalin në këtë histori, një çështje gjyqësore në SBA përmbledhur në dokumente gjyqësore për Bayrock Group, përfshin akuza civile të ish bashkëpunëtorëve ndaj Tevfik Arif dhe të tjerëve për fshehje të strukturave të pronësisë, mashtrim financiar dhe operim përmes një rrjeti entitetesh të lidhura. Gjykata nuk i trajton këto si fakte të provuara penalisht, por vetë ekzistenca e një historie kaq të ngarkuar akuzash e bën edhe më të rëndësishme shqyrtimin e çdo hallke që del nga regjistrat e pronësisë dhe kompanive. Në këtë pikë thelbi i çështjes nuk është vetëm sa metra katror ka apartamenti i Jeffet në Fisher Island, apo fakti që ai rezulton i lidhur me një kompani në një adresë tjetër elitare të po atij ishulli. Pyetja reale është se çfarë natyre ka kjo lidhje, përse shfaqet përmes një strukture kompanie dhe çfarë roli konkret kanë personat që dalin bashkë në regjistra. Në vetvete përdorimi i një kompanie për të mbajtur një provë nuk është i pazakontë në SBA, por kur një kompani të çonte një emër si Vakif Arifi, dokumentuar nga hetime ndërkombëtare si pjesë e një familje me histori komplekse biznesi dhe lidhjesh politike, atëherë tabloja nuk mund të trajtohet më si rutinë korporative. Për momentin, faktet e verifikueshme publike janë këto. Ron Jeffet ka një pronë në Fisher Island në emrin e tij. Ai figuron si personi autorizuar i kompanisë Island Fisher Enterprises 18 LLC.
Kjo kompani ka adres 7173 Fisher Allen Drive dhe në bazat publike të dhënave korporative, e njëjta kompani lidhet dhe me emrin e Vakif Arif. Çdo hap më tej hyn në zonën e dyshimeve, interpretimeve dhe nevojës për verifikim më të thellë dokumentar, por edhe kaq mjafton që historia e Ron jefet. Të mos lexohet më si një episod i izoluar biznesi, por si një nyje që mund të hap një dosje shumë të gjerë mbi lidhjet, pasuritë dhe rrjetin e interesave që e rrethojnë. Kush është Vakif Arif? Vakif Arif është një nga figurat më pak publike, por njëkohësisht më të rëndësishme brenda familjes Arif, një familje me origjinë nga Kazakistani, që ka ndërtuar një rrjet të gjerë biznesesh ndërkombëtare që nga vitet 90. Ai përmendet si një nga 4 vëllezërit së bashku me Tevfik, Refik dhe Rustem Arif, që qëndrojnë pas një strukture të ndërlikuar kompanish që operojnë në sektor si pasuri të paluajtshme, energjia, ndërtimi dhe financat, shpesh përmes jurisdiksioneve offshore. Rrënjët e kësaj familje lidhen me periudhën e shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, kur më shumë asete shtetërore në sektorin e burimeve natyrore u privatizuan në kushte të paqarta dhe shpesh të kontestuara. Sipas hetimeve ndërkombëtare, pikërisht në këtë periudhë krijua baza e pasurisë së familjes Arif në një klim ku biznesi, politika dhe grupet kriminale shpesh ndërthureshin. Në raportime mediatike dhe dokumente të publikuara nga projekte si Football Leaks, familja Arif përshkruhet si pjesë e një rrjeti të gjerë marrëdhëniesh që përfshin oligark kazak, biznesmen rus dhe figura të tjera nga hapësira post-sovjetike, disa prej të cilave janë lidhur në media me konflikte të dhunshme për kontrollin e burimeve natyrore në vitet 90. Emri Vakif Arif del në këtë kontekst si pjesë e strukturës që menaxhon dhe shpërndan aktivitetet e familjes nëpërmjet një sër kompanish të regjistruara në vende si Ishujt Virgin Britanik, Panama apo Guernsey. Këto struktura përdoren zakonisht për optimizim fiskal dhe menaxhim të pasurisë, por në rastin e familjes Arif kanë tërhequr vëmendjen e mediave për shkak të mungesës së transparencës dhe kompleksitetit të tyre. Familja është lidhur gjithashtu me grupin Doyen, një rrjet kompanish me aktivitet në Europë, SBA dhe Turqi, i cili është përmendur në disa hetime për praktika të diskutueshme financiare dhe marrëveshje jo transparente, përfshirë sektorin e sportit dhe investimeve. Në këto hetime përshkruhet një mënyrë operimi që përfshin përdorimin e kompanive ndërmjetëse dhe rrjeteve financiare për të lëvizur kapital në shkallë ndërkombëtare. Këto episode kanë ndikuar në profilin publik të familjes, të cilat sipas raportimeve kanë bërë përpjekje të vazhdueshme për të kufizuar publikimin e informacioneve negative, përfshirë kërkesa për heqjen e artikujve nga interneti, përmes proceseve ligjore dhe jurisdiksioneve të ndryshme. Pavarësisht kësaj, emri i familjes Arif vazhdon të shfaqet në hetime ndërkombëtare që lidhet me njësi biznesi, rrjete biznesesh të mëdha, investime të mëdha dhe marrëdhënie me figura të fuqishme politike dhe ekonomike. Në këtë kuadër, përfshirja e emrit të Vakif Arif në dokumente pronësia apo struktura kompanish, si në rastin e Fisher Island, merr një rëndësi të veçantë pasi e lidh atë drejt për drejt me një rrjet më të gjerë interesash që shtrihet përtej një investimi të thjeshtë imobiliar dhe ngre pikpyetje mbi natyrën dhe shtrirjen reale të këtyre lidhjeve. Prokuroria posaçme SPAK ka zbardhur 11 emrat e personave të dyshuar si pjesë e një grupi kriminal, i cili sipas hetimeve drejtohej nga Jetmir Pepaj, i njohur edhe me emrin Jetmir Marashi. Sipas të dhënave në këtë grup përfshihen Alex Pepaj, alias Shkëlqim Pepaj, Jetmir Pepaj, alias Jetmir Marashi, Albert Pietri, Fation Marku, Anton Marku, alias Anton Tamure, Florian Vuka, alias Vathaj, Kristian Leshi, Klevi Leka, Lulzim Pepa, Anton Kola dhe Ilir Laze. Në kuadër të operacionit, SPAK bën me dije se janë arrestuar 3 persona, Lulzim Pepaj, Florian Marku dhe Anton Kola, ndërsa të tjerët mbeten në hetim. Hetimet tregojnë se grupi dyshohet të ketë trafikuar rreth 7.5 ton kokain nga Amerika Latine drejt Europës në disa episode të ndryshme. Paralelisht, autoritetet kanë sekuestruar pasuri të konsiderueshme me një vlerë të përllogaritur rreth 12 milion euro. Operacioni konsiderohet një nga goditjet më të fundit ndaj rrjeteve të trafikut ndërkombëtar të drogës, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë. Gjykata e posaçme kërkoi ditën e djeshme masën e sigurisë arrest në burg, të vendosura në mungesë për 3 persona të dyshuar për përfshirje në trafik ndërkombëtar droge. Sipas vendimit, Lulzim Pepaj, Florian Marku dhe Anton Kola akuzohen se kanë qenë pjesë e një strukture kriminale që ka transportuar sasi të mëdha kokaine drejt Europës. Operacioni i prokurorisë së posaçme i ndërmarr disa ditë më parë goditi një grup të strukturuar kriminal që dyshohet se ka trafikuar rreth 7.5
ton kokainë në nivel ndërkombëtar. Në total janë firmosur 11 urdhër arreste, ndërsa deri më tani janë ekzekutuar vetëm 3 prej tyre. Kreu i dyshuar i grupit, Jetmir Pepa, vijon të jetë në kërkim. Goditja e këtij grupi kriminal u bë fal bashkëpunimit me Eurojust, Europol, autoritetet gjyqësore franceze, holandeze dhe britanike. Paralelisht me aksionet për arrestimet, SPA ka vijuar hetimet financiare, duke sekuestruar pasuri me vlerë miliona euro, që dyshohet se burojnë nga aktiviteti kriminal. Në fillim të vitit 2020, ndërsa pandemia sapo kishte nisur të ndryshonte ritmin e botës, një tjetër rrjet shumë i padukshëm dhe i organizuar po funksiononte paralelisht në korridore tregtare mes Amerikës Latine dhe Evropës. Nuk ishte një operacion i vetëm, por një zinxhir i mirë strukturuar trafiku, ku kontenerët e zakonshëm të mallrave shërbenin si mbulesë për tonelata kokaine. Gjatë muajve janar-mars 2020, sasi të konsiderueshme të lëndës narkotike nisën të qarkullojnë drejt tregut evropian. Sinjali i parë konkret për autoritetet erdhi më 21 mars, kur në Amsterdam u sekuestruan 8.5 kg kokainë. Në pamje të parë ishte një sasi relativisht e vogël, por hetimet treguan se ishte vetëm një fragment i një rrjeti shumë të gjerë. Vetëm pak javë më vonë, më 7 dhe 8 prill, në portin e Rotterdamit, u zbulua një nga ngarkesat më të mëdha të asaj periudhe. Një anije kolumbiane kishte transportuar nga Peruja një kontener frigoriferik me lëngje frutash të ngrira. Brenda tij të fshehura me kujdes, ndodheshin 1018 kg kokainë. Vlera e kësaj sasie në tregun e zi kalonte 1.3 milion euro, duke treguar shkallën e organizimit dhe fitimit të rrjetit. Fluksi nuk u ndal. Më 6 qershor 2020, një tjetër ngarkesë mbërriti në të njëjtin port, këtë herë nga Guayaquil. Në dokumente figuronte si malli destinuar për një kompani në Hungari, por në realitet përmbante rreth 2020 kg kokainë. Hetimet zbuluan se një pjesë e kësaj sasie i përkiste të njëjtit grup kriminal, duke konfirmuar ekzistencën e një korridori të qëndrueshëm trafiku. Megjithatë, jo çdo operacion rezultoi suksesshëm për rrjetin. Më 26 qershor në terminalin Mulezur, DP World Callao në Peru, autoritetet ndërhyn dhe sekuestruan 516 kg kokainë që ishin nisur drejt Holandës. Ishte një nga rastet e pakta kur ngarkesa u ndal që në origjinë. Vetëm 4 ditë më pas, më 30 qershor, njëjti kontener u bllokua në Rotterdam. Ai vinte nga Kolumbia dhe në dokumente përmbante konserva me peshk ton, të destinuara për një kompani në Gjermani. Në të vërtetë brenda tij u gjetën 500 kg kokainë të fshehura mes mallrave ushqimore. Muaji gusht shënoi një tjetër fazë të rëndësishme të aktivitetit të rrjetit. Më 7 gusht 2020, autoritetet holandeze ndërhyn në autostradën A2 pranë Abkude, ku sekuestruan 104 kg kokainë. Por kjo ishte vetëm një pjesë e një operacioni shumë të madh, i cili llogaritej të përfshinte 1600 kg në total. Vetëm pak ditë më vonë, më 16 gusht u zbulua një tjetër sasi e madhe, një kontener me banane nga Ekuadori, që kishte kaluar përmes Antwerp, përpara se të mbërrinte në Rotterdam. Përmbante rreth 1100 pako, me një peshë totale prej 1238.39 kg kokainë. Ngarkesa ishte destinuar për një kompani në Hag, duke treguar se rrjeti përdorte kompani të ndryshme europiane si mbulesë për shpërndarjen. Seria e goditjeve vazhdoi edhe në vjesht. Më 1 dhe 2 tetor 2020, autoritetet holandeze sekuestruan 531 kg kokainë në portin e Rotterdamit. Këtë herë lënda narkotike ishte fshehur në një kontener me rrush të thatë destinuar për në Suedi. Të gjitha episodet e zbuluara i tregonin hetuesve një model të qartë veprimi, përdorimin sistematik të kontenerëve tregtar, maskimin e drogës në produkte ushqimore dhe krijimin e një zinxhiri logjistik që shtrihej nga portet e Amerikës Latine deri në zemër të Europës. Sasitë e trafikuara arrinin në tonelata, ndërsa rrjeti shfaqte fleksibilitet të lartë duke ndryshuar metodat dhe rrugët për të shmangur kontrollet. Në njoftimin për shtyp, prokuroria e posaçme thotë se kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal që ka operuar në Amerikën Latine, Belgjik dhe Holand, ku janë dokumentuar 8 episode të trafikimit të kokainës në sasi të mëdha. Lulzim Pepa, Florian Marku dhe Anton Kola u arrestuan nga policia e shtetit, ndërkohë që ndër të arrestuarit është edhe vëllai i Jetmir Pepës, i cili akuzohet si kreu i grupit kriminal. Pepa është një emër i njohur për blut, pasi në janar 2025 u shpall në kërkim, pasi qëlloi me armë në një koncert të organizuar në Parkun Olimpik të Tiranës. Përveç masave të arrestit, prokuroria njoftoi dhe sekuestrimin e 232 pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, që kapin vlerën e 12 milion eurove. Sekuestrimet përfshin biznese në Tiranë, Lezhë dhe qytete të tjera të vendit, si përfaqe toke, hotele, poste parkimi dhe apartamente, si dhe 89 makina të llojeve të ndryshme dhe llogari bankare, që i përkisnin shtetasve në hetim
ose personave të lidhur me ta. Kompanitë e sekuestruara rezultojnë të jenë në emër të familjarëve të Jetmir Pepës dhe sipas të dhënave nga Open Data, bëhet fjalë për kompani aktiviteti të cilave është ndërtimi i pallateve apo hidrocentraleve, real estate dhe hoteleria. Vetëm një muaj pasi Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve refuzoi kërkesën e Durim Bamit për t'u transferuar nga ambientet e paraburgimit numër 313 në Tiranë drejt ambienteve të burgut të Fushkrujës. Një ndryshim kursi ka ndodhur për këtë rast me vendimarrjen e drejtorit të sapo emëruar të Burgjeve Adriatik Kupi. Gazetari Elton Qyno ka mësuar se ditën e djeshme, më 17 prill 2026, përmes një vendimi të marrë nga Drejtori i Përgjithshëm i Burgjeve Adriatik Kupi, është bërë transferimi i Durim Bamit në burgun e Fushkrujës. Durim Bami është emër i njohur i botës së krimit në Shqipëri. Ai u ekstradua gati një muaj e gjysmë më parë nga Dubai, pasi ndajtisë SPAK ka lëshuar masën e sigurisë arrest në burg. Sapo mbërriti në Shqipëri, ai u izolua në ambientet e burgut 313 në Tiranë, por një ditë më pas, përmes avokatit të tij, Ilir Murati, Durim Bami kërkoi transferimin e tij nga burgu 313 drejt burgut të Fushkrujës, që ndodhet në territorin ku Bami ndihet si në habitatin e vet. Në kërkesën e tij, Durim Bami argumentonte se në të njëjtin burg ku u izolua, qëndronin edhe personazhe të tjerë si Emiliano Shullazi, të cilët kanë dashur ta vrasin. Ndaj për të shmangur këtë rrezik fizik për jetën, ai kërkoi transferimin në një burg tjetër. Por në 17 mars 2026, kërkesa e tij është refuzuar nga ish drejtori i burgjeve Klevis Qose, me argumentin se për sigurinë e tij fizike do kujdesej shërbimi policor i burgjeve pranë JVP-s 313 Tiranë. Vendimi për refuzimin e kërkesës për transferimin erdhi për shkaqe të ndryshme, ku më kryesorja është ajo e mos garantimit të transportit çdo javë nga burgu i Fushkrujës në ambientet e gjykatës së posaçme SPAK, ku Durim Bami dhe persona të tjerë janë marrë të pandehur dhe dërguar në gjykatë në dosje penale që njihet si Metamorfoza 2. Sipas dosjes hetimore të SPAK, Durim Bami është një nga anëtarët e bandës së Niklës. Ai u arrestua në Dubai në tetor të vitit 2024 dhe u ekstradua në Tiranë më 26 shkurt 2026. Bami ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e posaçme i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprat penale, sigurimi i kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, grupi i strukturuar kriminal, kultivimi i bimëve narkotike dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi i strukturuar kriminal. Ai akuzohet se kishte organizuar dhe porositur vrasjen e mbetur në tentativë të ish deputetit socialist Arben Doka, ndërsa edhe ky i fundit dhe 16 antar të tjerë të grupeve kriminale në Shqipëri e donin Bamin të vdekur dhe e ndiqnin për ta vrarë. Një herësh Durim Bami akuzohet për sigurimin e kushteve për të kryer vrasjen e Hector alias Tori Xhaçuka dhe Eriger Smihasit. Rreth mesditës një ngjarje e rëndë u regjistrua në Napoli, në sheshin Medaglia d'Oro, që lidh lagjet Vemero dhe Aranela. Një kalimtar vuri re një lëvizje të pazakontë brenda një filiali të bankës Credit Agricole dhe njoftoi menjëherë numrin e emergjencës 112, duke vënë në lëvizje forcat e sigurisë. Brenda pak minutash zona u mbush me sirena dhe karabinierët rrethuan bankën, duke konfirmuar se bëhej fjalë për një grabitje në zhvillim. Brenda ndodheshin rreth 25 pengje, mes klientëve dhe punonjësve. Autorët e armatosur dhe me fytyra të mbuluara kërcënuan dhe drejtorin e bankës, sapo vunë re praninë e policisë jashtë. Skena u zhvillua në një atmosferë tensione të lartë, ndërsa qytetarë të shumtë u mbulodhen në distancë, të tërhequr nga situata që i ngjante një filmi. Pengjet u mbajtën për rreth një orë, nga ora 12:30 deri në orën 13:30, të grumbulluar në një dhomë të vogël, në kërcënimin e armëve. Gjatë kësaj kohe nuk pati negociata apo sinjale dorëzimi. Grabitësit vepruan me vendosmëri dhe sipas një plani të qartë. Ata synuan kasafortat duke hapur 10 prej tyre. Për pengjet, minuta të tëra kaluan me frikë dhe pasiguri. Disa persona shfaqën probleme shëndetësore për shkak të stresit dhe ankthit. Ndërkohë jashtë, forcat e rendit forcuan masat e sigurisë dhe ngritën postobllogje, ndërsa pritej ndërhyrja e njësisë speciale GIS. Nuk përjashtoi mundësia që autorët të arratiseshin përmes tuneleve nëntoksore, sipas një metode të njohur në grabitje të sofistikuara. Rreth orës 1:30, zjarrfikësit dhe karabinierët arritën të krijonin një hyrje dhe të nxirrin pengjet një nga një. Ata dolën të tronditur por pa lëndime serioze. 6 persona morën ndihmë mjekësore në vendngjarje për shkak të shokut, pa pasur nevojë për shtrim në spital. Në vendngjarje mbërriti edhe prokurori i Napolit, Nicola Gratteri, i cili ndoqi nga afër zhvillimet. Megjithatë, për disa orë mbeti e paqartë nëse grabitësit ndodheshin ende brenda bankës apo kishin arritur të largoheshin.
Përgjigja erdhi në orët e pasdites, rreth orës 17:00 kur njësia speciale GIS ndërhyri në bank. Operacioni rezultoi se autorët ishin larguar. Ata kishin hyrë dhe dalë përmes një vrime të hapur në dysheme, e lidhur me një tunel nëntoksor, i cili mendohet të jetë lidhur me rrjetin e kanalizimeve ose hapësira të tjera ekzistuese. 10 kasaforta u gjetën të hapura ndërsa vlera e dëmit mbetet ende e panjohur, pasi përmbajtja e tyre dihet vetëm nga klientët dhe do të verifikohet në ditët në vijim. Hetuesit po analizojnë edhe një automjet me targa të përkohshme prej letre, që dyshohet se është përdorur nga autorët, ndërkohë dëshmitë e pengjeve po mblidhen për të identifikuar autorët dhe për të rindërtuar ngjarjen në detaje. Sipas informacioneve paraprake, grabitësit dyshohet të kenë qenë shtetas italian. Prefekti i Napolit, Michele Di Bari, vlerësoi reagimin e forcave të rendit, duke theksuar profesionalizmin dhe efikasitetin e tyre në menaxhimin e situatës, ndërkohë kërkimet për kapjen e autorëve vijojnë. Policia greke ka arrestuar 2 të rinj në Athinë të dyshuar për përfshirje në një grup kriminal që merrej me shpërndarjen e drogës dhe që drejtohej nga një i burgosur. Operacioni nisi pas një kontrolli rutinë më 14 prill në zonën e Agios Panteleimonas. Efektivet ndaluan një 22 vjeçar të huaj dhe një 19 vjeçar grek, të cilët i konsideruan të dyshimt. Gjatë kontrollit policia gjeti 61 doza kanabis me peshë 89 gram, të ndara për shitje, si edhe 520 euro që dyshohet se vinin nga aktiviteti i paligjshëm. Hetuesit identifikuan si drejtues të aktivitetit një shtetas shqiptar, i burgosur në Malandrino. Ai rezultoni përfshirë edhe në vrasjen e avokatit Mikalis Zafiropoulos në tetor 2017. Kontrolli në banesën e 22 vjeçarit çoi në sekuestrimin e 92 gramve kanabis, 2 peshoreve elektronike, shumë pakove nailoni dhe mjeteve të ftohta, si një grusht hekuri dhe një thik palosëse. E njëjta figurë kriminale lidhet edhe me një rast zhvatjeje në Selanik. Më 17 prill policia arrestoi 4 persona, mes tyre edhe një të burgosur. Sipas hetimeve, grupi i kërkoi një administrator i kompanie 200.000 euro, duke e kërcënuar me jetë. Pas negociatave, shuma u ul në 100.000 euro. Autoritetet organizuan dorëzim të kontrolluar prej 50.000 eurosh. Në momentin e shkëmbimit ndërhyn forcat e policisë dhe arrestuan 3 persona, pavarësisht kundërshtimit të tyre. Gjatë kontrolleve policia gjeti një armë zjarri dhe 11 fishek, telefona celular dhe shumë aparash. Në qelinë të burgosurit u zbuluan gjithashtu telefona dhe një mjet prerës i improvisuar. Të arrestuarit kanë precedent për vepra të rënda penale, përfshirje vrasje dhe tentativa për vrasje. Hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht aktivitetin e rrjetit.